Përshëndetje. Deshta me të pyet kam pa një ëndër shkrujke në qiell Allah. Çka do më thonë kjo? Motër është rrezik. Kjo do më thonë se ti ki me dek. Po bëj hajgare. Mos u merrej motër me ëndra. Te din që unë nuk i komentoj ëndrat as kujt. Merreni këtë mesazh. Mos bëni pyetje rreth ëndrave. Nuk i komentoj ato. Pasaj emrin Allah shkruje me të madhe, se është emri i përveçëm. Merru me jetën reale. Kuptojeni, ëndrat e mira janë si harriç për gëzim nga Allahu, të këqijat janë vezvese nga shetani, parimisht, pa hyrë në detaje. Mos rrini të bë pyetje. Mos rrini të bë, nuk përgjigje. Me dash me të bë vezvese apo sheh. Një fjalë të lëshaj, hajde une, ka njerëz të shtëpia në mahalla aty në punë, kum pa kështu, njerëzit i lidhin ëndrat pastaj edhe ku me ditë ku dalin. Mos jetoni me ëndra. Allahu të rujtë të bekoft. Mos e marr për një matrë që thash, se bona hajgare.